Kompozitori i shuar, artisti i merituar, mjeshtri i madh, Aleksandar Lalo lindi me 27 prill të vitit 1949 në Tiranë, nga një familje me origjinë nga Leskoviku. Kreu studimet në Institutin e Lartë të Arteve për Muzikë në vitin 1973. Ka konkuruar disa herë në festivalet e këngës në Radio Televizionin Publik Shqiptar, ku edhe pse meloditë e tija kanë qenë të mrekullueshme, të jashtëzakonshme dhe të pëlqyera nga publiku, ka fituar vetëm një herë në kompozimin e këngës Toka e Diellit në vitin 1989. Shumë këngë të kompozuara nga ai kanë qenë mjaft të preferueshme për rinin e kohës. Mjeshtri Robert Radoja e cilësonte si kompozitorin e tingujve të gëzueshëm. Aleksandar Lalo duke qenë një njohës shumë i mirë i orkestrës, edhe një kontribut të vyer edhe në orkestracion. Përveç kompozimeve të tij, ai ka orkestruar një numër të madh qofshin ato nga muzika lehtë apo vepra. Debuton në festivalin e 9 të këngës në Radio Televizionin Publik Shqiptar në vitin 1970 me kompozimin e këngës Shoqja e Bankës, të kënduar nga Vera Dervishi dhe si këngëtar dublues Naim Kërçuku. Aleksandar Lalo ka qenë prezent në festivalin e shumë folur të vitit 1972, atë të edicionit të 11 me kompozimin e këngës Vajzat e kompozitori, me tekst të Roland Gjosës e të kënduar nga këngëtarja mirënjohur Suzana Qetipi. I rikthehet konkurimit në festivalin e vitit 1974 në edicionin e 13 me këngën Gëzimin mbajmë në zemër, të kënduar nga këngëtarët Kujtim Kamberi e Suzana Qetipi, e meram në edicionet vijuese, duke u bërë njëri nga kompozitorët më të daduar në këtë festival. Fiton çmimin e dytë në vitin 1978 në edicionin e 17 në kompozimin e këngës Gërur të këngë dhe në 1980 në edicionin e 19 çmimin e tretë me këngën Kur jemi bashkë të dy. Ndërsa në festivalin e vitit 1989 në këngën Toka e Diellit me vargjet e Gjevahir Spahiut fiton çmimin e parë. Përveç veprimtarisë tjetër si kompozitor, ai ka dhënë një kontribut shumë të madh në fushën e kinematografisë duke kompozuar muzikën e rreth 25 filmave artistik dhe vizatimor. Dallohet sidomos për nivelin e lartë muzika e filmit Dimri i fundit i vitit 1976. Filloi veprimtarinë me muzikën e filmit Pantomime, Odiseja e tifozëve 1972, e vazhdoi më vonë me filmat Mimoza dhe Stica 1973, duke kërkuar Pesorshin 1974, Tonka dhe shokët e tij 1977, Vajzat me kordelet kuqe 1978, Emblema e dikushme 1979, Një vonesë e vogël 1982, Era ngrohtë e thellësive 1983 dhe shumë të tjera që kanë mbetur në memorien e publikut për jo vetëm. Ndron jetë me 19 nëntor 2017 mbas një ataku kardiak, mban titullin artisti i merituar.